Ka mbetur vetëm pak ditë nga finalja e madhe dhe tensionet brenda shtëpisë kanë arritur kulmin. Banorët përplasin ashpër me njëri tjetrin duke mos kursyer as akuzat më të rënda. Së fundmi në qendër të një stuhie të re kanë qenë Rogerti dhe Selin. Gjithçka ka nisur kur Rogerti ka rikthyer në vëmendje raportin me Selinës dhe Mirit. Ai ka lëshuar një deklaratë të fortë dhe provokuese duke aluduar hapur se mes tyre ka një përqim që po mbahet i fshehur dhe se të dy po presin përfundimin e lojës për të bërë diçka jashtë. Mund të binin në dashuri, kështu mendojon. Ky e ka mbajtur derën hapur dhe me zor po presin të bënin diçka jashtë që këtu nuk bëhet. Kjo akuzë ka mjaftuar që Selin të shpërthejë më një herë. Ajo nuk është e përmbajtur as pak duke sfiduar Rogertin sy me sy dhe duke akuzuar atë si frikacak dhe burracak. Finalistja ja ka kujtuar Rogertit sjelljen e tij përgjatë gjithë rrugtimit duke cilësuar lojën me femrat e shtëpisë si të shpifur dhe të degeneruar. Më dëgjo, nuk ta mban, pusho, ta them një gjë. E para një herë je i friksuar se në jetën tënde as femrat që i ke afër nuk janë aq të forta sa jam unë përballë. E dyta, mos harroj që këtu brenda përballë vajzave ke bërë një lojë aq të shpifur sa që ke bërë thirrje të burrat e familjeve të vajzave atje jashtë. Se e ke ditur se loja jote është e degeneruar. O burracak burr që ke dashur të bësh lojë me vajza. Kjo dinamike të insinuar dëshmon qartë se ditët e fundit të lojës nuk do të kenë as pak paqe. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.